Kryeministri Edi Rama dhe Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ishin të pranishëm sot në aktivitetin me Kryeinspektorin e Përgjithshëm dhe drejtuesit e inspektorateve të vendit për fazën e re të reformës së sistemit të inspektimeve. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij u shpreh se kushdo që beson tek mundësia e një karriere apo mundësi për të ecur përpara duhet të thyejë çdo paragjykim, referuar këtu edhe kritikave dhe akuzave që ka marrë ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula pasi u emërua kryeinspektor. Kryeinspektori vjen nga një pjesë e karrierës e cila ka qenë politike, por më parë ka qenë një protagonist në sistemin e mbarshëm të drejtësisë, ka të gjithë formimin e nevojshëm për të ndjekur këtë punë, pasi formimi juridik në të rast është shumë i rëndësishëm, por ka edhe sfidën që gjithë ato që i ka thënë Blerinës në parlament, tani bashkë me Blerinën dhe bashkë me tjerët t'i adresoj. Këtu nuk jemi vend shumë i vogël ne për të ndarë në shumë pjesë dhe kur vjen puna tek politika, ndarja është edhe natyrshme sepse jetojmë në një sistem demokratik, por kur vjen puna tek shteti, kur vjen puna tek objektivat e përbashkët, pra aq kohë sa na jepet mundësia, mirë është që të përpiqemi së bashku. Tani, kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Në mbledhje, kryeinspektori Dashnor Sula tha se ndihej i vlerësuar për emërimin që kishte marrë, ku pas konkurimit kishte dalë pari. Ndërkohë sipas tij, partia ku ai kishte kontribuar për 20 vite e kishte nxjerrë në rrugë. Kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Ndoshta është e pamundur dhe pa imagjinueshme që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë, kritikuar, gjujtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilës shtelpsor dhe nuk kam turp ta them që aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar garat e pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhi në rrugë, tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem.